temë tjetër cilën unë do dua ta trajtoj bashkë me Klodin është për sa i përket hetimit ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës, tashmë të pezulluar Belinda Balluku, një çështje e cila po përplas drejtësinë, në këtë rast SPAK-un, gjykëkohon me qeverinë dhe që hallet do duhet të zgjidhen në kushtetuese, sepse janë hallet cilat lindin nga përplasjet ligjore. Por të ndalemi tek hetimi. Tani ç'po ndodh me hetimet ndaj Ballukut, Klodina Lala? Vjojnë absolutisht, prokuroria e posaçme në informacione që News 24 disponon. Po? Vjojnë hetime me pyetjen e personave të dyshuar, me pyetjet e personave që kanë dijeni me sekuestrimin e procedurave të tjera tenderuese, me këqyrje celularësh, me kontrolle të tjera me radhë. Kështu që janë hetime dinamike, janë marrë edhe varësit e zonjës Ballukut, cilët janë arrest shtëpie, Eralde Lezi dhe Gëndjan Gjyli në pyetje, po ashtu janë duke u qyrë disa celularë të rinj të cilët janë sekuestruar për gjatë javëve të fundit në kuadër të kontrolleve të urdhëruara nga gjykata. Kështu që nga ana tjetër gjykata e posaçme apelit pritet të caktojë trupin gjyqësore që është monokratike në rastin konkret, pra një gjyqtar i vetëm që të shfrytoi ankimimin e zonjës Balluku. Për sa i përket masave të bllokimit të pasaportës? Po, sepse njëra është masë ndaluese, pezullimit të funksionit ose detyrës publike, dhe tjetra është masë shtrënguese, ndalimi. Masa shtrënguese është ndalimi për dalje jashtë vendit. Nga ana tjetër, betejë tashmë zhvendosur në gjykatën kushtetuese, rasti Balluku tregoi që për herë të parë kemi një konflikt real mes qeverisë, pra ekzekutivit, dhe gjyqësorit shqiptar. Dhe me sa kuptoj, aq sa unë mund të kuptoj nga politika, është që kryeministri në fakt betejën po e bën jo për zonjën Balluku, po e bën më shumë për vete, sepse në momentin që bie barriera e tij e fundit që zonja Balluku, të gjitha shigjetat, të gjitha akuzat shkojnë pastaj direkt tek kryeministri. Po mirë, me këtë që më thua, bie gjithë akuza publike ndaj kryeministrit që kontrollon SPAK-un dhe drejtësinë që kërkohen në këtë rast. Jo, unë kam qenë edhe jam e qartë në qëndrimin tim që brenda SPAK-ut, dhe e kam thënë edhe vazhdoj të qëndroj të njëjtës ide, pavarësisht përplasjeve që kam patur në studio të caktuar, që brenda SPAK-ut ka një grup të konsiderueshëm prokuror, cilët kryeministri nuk i komandon dot, sikurse ka edhe disa eksponent të cilët kryeministri, mazhoranca, se ndoshta kryeministri është jo normale për ta përdorur, që ka një lloj ndikimi ose një lloj komunikimi. Kështu që në këtë aspekt unë nuk e shoh si të tjerët, pra nuk jam as në grupin e atyre që thonë dëgjoj se kryeministri kontrollon të gjithë, e as në grupin e atyre që kryeministri nuk kontrollon asnjë. SPAK është një strukturë që ka bërë disa gjëra të mira, ka shumë punë për të bërë, ka absolutisht shumë punë. Do të pyes në çështjen e fundit që ta po mbyllim emisionin, për qendruar te Balluku. Dhe gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese duhet ta shqyrtonte çështjen në datën 4, e shtyr për në datën 12 dhjetor, do të jetë mendoj një ditë që të gjithë do t'i kenë sy te gjykata kushtetuese për të parë se çfarë do të vendosë mbledhja e gjyqtarëve. Do të jetë një ditë mendoj interesante si në rrafshin gjyqësor ashtu edhe në rrafshin politik, sepse së pari do të vihet në lojë gjithë integriteti i gjykatës kushtetuese, po së dyti do të kuptohet edhe se sa qeveria ka ndikim, edhe se sa qeveria arrin të ushtrojë presion apo të ketë në kontroll antarët e gjykatës kushtetuese. Po rasti Velie tregoi që kushtetuesja të paktën u dut një lloj pavarësie. Komplet tjetër, jo. Tani ka ngjashmëri se këtë do të bëj, ka ngjashmëri Velie me Ballukun në këtë histori në raport me Ramën, kryeministrin. Erion Velie do duhet hetohet për shumë gjëra të tjera përveç sa atyre që ka hetuar SPAK-u. Do duhet hetohet për inceneratorët, për ndërtimet skandaloze në Tiranë, për lejet të ndërtimit, lidhjet klienteliste. Unë mund të jem ndoshta ndër njerëzit që kanë dalë më shumë dalje publike, që kanë folur për dosjen Veliaj, për dosjen Meta, për dosjen Berisha e tashmë për dosjen Balluku. Problemi është që shkarkimi nuk ishte konform procedurave dhe unë nuk mund të pranoj si normalitet për sa ko jam qytetare këtij vendi dhe rris fëmijët në këtë vend, të pranoj që mund të bëj shkarkimi në atë mënyrë që u bë zotit Velie. Pavarësisht faktit që thash unë kam mbajtur dhe kostot e mia në raport me çështjen Veliaj për shkak sulmi që u bë, sidomos portale që hidhin balë, sepse ka pasur fillimisht të mbani mend një grup gazetarësh, njerëzit e drejtësisë që u hodh balë. Për këtë çështje fatkeqësisht janë sulmuar në mënyrë shumë të frikshme dhe pa të drejtë, sepse edhe një pjesë tjetër janë sulmuar. Po. Shumë gazetarë. Kështu që në këtë aspekt, por nuk mund të jem e padrejtë dhe të them që ishte normale. Ligji është ligj. Ligji është ligj dhe unë jam njëri që e respektoj fort ligjin. E respektoj realisht. Dhe në këtë aspekt, çfarë dua të them që
Po të shkojmë, pra të kthehemi te zonja Balluku, nuk kanë ngjashmëri dy rastet. Ky është testi i vërtetë i gjykatës kushtetuese, dosja Balluku. Tani ç'mendon ti Klod tani? E parë nga tamam si kolegu Ylli Rakipi. Ç'mendon ti Klod fix? Ç'mendon për këtë çështje dhe kjo është pyetje reale. Ç'mendon ti për këtë tani? Ç'do vendosi kushtetuese ndaj Ballukut? Gjykata kushtetuese do ta legjitimojë pezullimin. Këtë mendoj, ndoshta jam e gabuar edhe patjetër ky është ti ke formim juridik. Nuk është një pozicion i fituar me vot si zëvendës kryeministre dhe ministre. Është një pozicion që është emëruar zonja Balluku. Kështu që në këtë aspekt, por patjetër duke qenë në rast i parë, patjetër që ka nevojë për një interpretim kushtetues të neni dhe sqarim një herë për gjithmonë. Por nga ana tjetër duhet parë edhe në dritën e shumë zhvillimeve të reja që po ndodhin në gjithë klasën politike shqiptare, kështu që po, ky është testi i vërtet për gjykatën kushtetuese. Mendoni se deri në përfundim të dhjetorit do të kemi shtrëngim ose një mas më të ashpër sigurimin ndaj zonjës Balluku? Askush nuk e thot me siguri, atë e di vetëm prokurori që ka dosjen në duar, nëse ka siguruar gjatë kësaj kohe prova të tjera që mund ta rëndojnë pozitën e saj. Në rast se rëndohet edhe mund ta kërkojë. Patjetër, por duhet shkojë në kuvend për autorizim për imunitetin. Pse nuk kanë shkuar deri tani në kuvend, përse nuk është bërë për të marrë pakën për telefonit? Prokurori e ka parë të arsyeshme në veprimet që ka bërë, me sa kuptoj unë, pavarësisht se që të kejet me këtë mas, pra do thot mos e lejoj të ushtroj detyrën, të qëndroj larg procedurave tenderuese dhe ndërkohë mos i lejoj të dalë jashtë vendit nga frika e një aratisje të mundshme. Por zonja Balluku, në mos gabojmë, ka disa kritere specifike, ka një fëmijë të mitur, është po ashtu me status të divorcuar dhe ndoshta në këndvështrimin tim këto janë arsyet pse nuk është shkuar, por nëse gjenden pastaj prova të tjera që do ta rëndojnë pozitën, mund të ketë në të ardhmen diçka, një shtrëngim, po këtë nuk jam në gjendje unë ta them. Dhe nuk marr përsipër ta them. Kur kryeministri tha në daljen publike pas arrestimit të Veliajt që mos guxoj dikush të vijë ke telefoni im, a mos ndoshta e kanë lexuar të tillë prokurorët e SPAK të mesazh që nuk shkojnë as tek celulari i Ballukut? I e kanë ndjerë këtë presion? Unë mendoj që do të ishte më lehtë për shkuar tek celulari se sa tek pezullimi dhe ngritja e akuzës, siç është ajo për tenderin për tunelin e Llogaras, sepse bëhet fjalë për prekjen e sistemit dhe për atë sistemin kriminal që është ngritur me tenderat. Kështu që mendoj që është lëvizje më e fortë në këtë drejtim se sa në këtë drejtimin që ju e shihni. Po kjo është çështje këndvështrimi. Kjo është çështje këndvështrimi për sa i përket kërkesës bërë, sepse pasaj votat në kuvend janë një tjetër histori, se janë 83 mandate të Ramës. Patjetër, ndaj po them që kjo është çështje këndvështrimi. Po unë shikoj fakti që shprekur për herë të parë sistemi, pra shprekur një procedurë tenderuese që përfshin kompani të huaja, përfshin dakurtësitë kryeministrit, një vepër e cila u trëmbetua, por nga ana tjetër në rezulton që mund të jetë edhe rrezikshme për jetën e qytetarëve. Pra janë kaq shumë komponentë sa e bëjnë më të rëndësishme këtë lëvizjen se sa atë që ju në fakt shikoni. Po varet të thash gjithsecili e shikon në optikën e vet. Ne shikojmë shumë dhe unë përpiqem të ngacmoj ndonjëherë aty ku mendoj unë. Një çështje tjetër, domethënë për të ndalur dhe këtu për ta përmbyllur ndoshta Klod. Cilat janë ato le të themi hetimet hapura ndaj Ballukut, cilat rrezikojnë? Kemi Llogaran, domethënë cilat janë këto le të themi tenderat të dyshuara korruptive që e vënë në pikpyetje Ballukun. Tani për tunelin e Llogaras, për tenderin është e pandehur, për plotin 4 është në hetim, ndërkohë sa ju përket procedurave të tjera nuk besoj që mund ta thot dikush me siguri, sepse bëhet fjalë për një numër shumë të madh. Janë shumë? Një numër shumë i madh procedurash që janë sekuestruar dhe që janë duke u parë nga ana e prokurorëve për t'u lidhur nëse ka prova të tjera që mund dalin nga celularët, nga dëshmitë të tjera me radhë. Pra është një çështje shumë komplekse që askush nuk mund të thot me siguri. Pra mund të nisen të hetojë një tender, mund të rezultojë pa probleme, po ndërkohë mund zbulojë një tender tjetër që mund të jetë i paracaktuar apo të tjera me radhë. Kështu që një histori shumë e madhe po thua. Po, është shumë voluminoze. Është dosja më voluminoze që ka parë ndonjëherë SPAK? Jo, nuk mund ta them këtë gjë, jo. Sa i përket zonjës Balluku për shkak të funksionit, patjetër që është zyrtarja më e rëndësishme deri më tani, për shkak se është në detyrë, është grua, ka 2 pozicione një herazi, ka pasur thuajse një grup parlamentar në kuvend për shkak se mori 12 deputet në qarkun e Firit, ka të besuar të saj deputet në qarkun e Tiranës, në qarkun e Dibrës. Kështu që në këtë aspekt ka një numër të konsiderueshëm njerëzish besnike dhe të mbështetur prej saj. Dhe në këtë aspekt, patjetër që është goditje them unë e madhe e SPAK-ut, sepse besoj që është goditur njeriu më influent në Partinë Socialiste dhe në mazhorancë pas Edi Ramës. Por sa i përket çështjeve, aty ka dhe çështje tjera patjetër që
kanë fashiku shumë të mëdhenj dhe më voluminos. Pra do duhet të presim hetimet.